Vato iku me hekrim dhe kam 5 minuta të lira, kështu që mendova t'ju tregoj një pako të vogël që më ka ardhur. Faktikisht ky është një brand shqiptar e pata zbuluar para disa muajsh, kur nuk postoja shumë këtu në Instagram dhe pata porositur na 2 palë vath, ndër të cilat janë dhe këto. Faqja quhet Ringlet Jewelry dhe po jo bëj tag këtu. Kam harruar fik muzikën. Nuk besoj se ju bezdis Emi në sfond. Nuk e di, po ja dhuroj shumë vathët. Kohët e fundit kam filluar të pëlqej shumë edhe unazat, edhe pse gjithmonë nuk kam menduar që gishtat e mi janë okay për unazat, nuk e di, ndoshta ishte fiksimi im. Hapim pakon e parë, një palë silver, shumë të bukur, shikoni. Gati heq pak këto. Të gjitha vathët dhe aksesorët të kjo faqja janë të larë me art 18 karat, kështu që nuk prishen. E ruajnë shkëlqimin dhe formën, që kanë shumë bukur. Madje shkokan edhe me këtë veshjen. Nice, më pëlqejnë dhe nuk kanë shumë argjendi, kështu që pastaj, më pëlqej ka shumë sepse është dhe minimal, por në të njëjtën kohë që ka dhe si bold dhe të shohim këtu, duke ka shumë bukur. Më shkokan dhe tani me këtë dorën tjetër. Shumë e veçantë që ka, më pëlqen shumë. Dhe tani pakoja e fundit. Sa kohë kam pa bërë video duke folur këtu. Më thoni, dëshironi të shihni më shumë nga këto lloj videosh apo edhe pse duhet gjetur kohë pak me batolinën, se ndryshe dela i duke uluritur. Këto që e ka një kombinim i arit dhe argjendit, dhe që e kanë shumë të bukur dhe këto, si tip gorsheti, shumë vintage. Ja, do t'i vendos tek ana tjetër. Shpresoj mos të dëgjohet dhe zhurma e kondicionerit këtu sipër që kanë mbi kokë. Këto që kanë realisht shumë të bukura, më shkokan edhe me vathët e tjera që kanë të vendosur. Edhe me ripin, se ripin e kam argent dhe gold, që kanë shumë të bukur vintage. Cili ishte aksesori preferuar? Vathët e parë, këto apo unaza? Apo të gjitha? Po ju vë një poll këtu, ndërkohë unë po ju lëm, duhet të iki dhe do dëgjohemi shumë shpejt.